Kjo është kulla ku është pajtuar gjaku për herë të fundit më shumë se një shekull më parë. Legjenda thot se muret e saj ende mbajnë fjalët e pleqve të pajtimit. Ato nuk flasin me zë, por nëse qëndron për një qast në heshtje, e ndjen peshën e historisë që të përfshin. Kjo kull nuk është thjesht një ndërtesë, është një rrëfim i heshtur për drejtësinë, nderin dhe dhimbjen që shqiptarët e veriut kanë bartur brez pas brezi. Nëse e do historinë e vërtetë të shqiptarëve, shtyp butonin e pëlqimit, abonohu në kanalin Histori Epike dhe ndiz këmbanën për të mos humbur asnjë rrëfim të rrallë nga e kaluar rajon. Në zemër të maleve të thepisura të veriut në fshatin e lashtë të Thethit, qëndron një ndërtim i thjeshtë në dukje, por me peshë të jashtëzakonshme historike. Kjo është kulla e ngujimit. Një vend që për shekuj me radhë ka qenë dëshmitar i vendimeve më të rënda njerëzore, nëse dikush do të jetonte apo do të vdiste. Sipas kanunit të Leg Dugaxhinit, ku shkryente një akt të rënd, sidomos vrasje, nuk dorëzohej në polici, nuk përfundonte në gjykata dhe në burg, ai hynte në këtë kull, jo për t'u fshehur, por për t'u përballur. Ishte një akt i rënd nderi. I ngujuari hynte në kull me kokën ulur, i shoqëruar nga burrat e fisit. Me ndërgjegjen e ngarkuar dhe me frikën që vetëm ata që kanë prekur kufirin mes jetës dhe vdekjes e kuptojnë. Brenda kullës, ai nuk ishte dritare të mëdha, as komoditet, vetëm një dhome errët me një vatër zjarri në mes, por rreth gur të ftohtë dhe heshtje. Një heshtje që përtyp ngadalë çdo mendim, çdo kujtim, çdo pendes. Ai që fshihej pas atyre mureve, në fakt nuk fshihej nga askush, por përballej me veten. Ditët nuk ishin thjesht ditë, ato zvarriteshin si vite. Në mëngjes drita hynte me vështirësinë nga frangjite ngushta të kullës. Netëve zjarri digjej ngadalë në vatër, ndërsa në heshtje dëgjoheshin vetëm frymarrja dhe pesha e fajit. Jashtë, burrat e fisit dhe pleqët e fshatit nisnin një proces që kërkonte jo vetëm durim, por edhe mençuri, guxim dhe autoritet moral, pajtimin. Ata shkonin shtëpi më shtëpi, uleshin ball për ball me dy familje, atë të viktimës dhe atë të fajtorit, dhe përpiqeshin të mbyllnin një plagë që kishte qarë zemrën e një komuniteti të tërë. Në këtë proces, çdo fjalë kishte peshë. Një fjali e thënë gabim mund të ndizte gjak, një fjalë e mençur mund të shpëtonte jetë. Kulla ishte ndërtuar për të qenë një fortesë, 4 mure të trasha me gur të latuar, të ndërtuara me mjeshtri që i rezistonin çdo stuhie, çdo arme të kohës. Ajo qëndronte mbi një shkëmb të madh, si një roje që së rrezon dot as koha. Frëngjit e saj të ngushta nuk ishin për zbukurim, ato ishin për mbrojtje. Nga aty një burr mund të shihte jashtë pa u diktuar, të mbrohej nëse ndonjë hakmarrës vinte në heshtje për ta vrarë. Kulla ishte mburoja e të ngujuarit, por edhe burgu i tij. Brenda saj nuk ishte dritë, vetëm pak zjarr dhe shumë mendime. Ishte një vend ku njeriu mësohej të dëgjonte vetveten. Kjo kull nuk ka qenë vetëm një vend izolimi, ajo ka qenë gjithashtu një vend pajtimi. Thuhet se aty janë pajtuar mbi 300 konflikte në gjithë zonën e Shalës dhe më gjerë. 300 plagë të hapura, 300 histori dhimbjeje, 300 herë kur burrat e maleve vendosën të mos derdhnin më gjak. Në fillim të shekullit 20, në këtë fshat mbërriti një udhëtare britanike me shpirt kërkues, Edith Durham. Ajo pyeti banorët, kur është bërë pajtimi i fundit i gjakut këtu,
dhe ata ju përgjigjen me një thjeshtësi që të therrë në shpirt. 10 vite më parë. Që nga ajo kohë kjo kull nuk priti më të ngujuar, por ajo nuk u zhduk. Qëndroi aty, si një dëshmitare e një epoke që po mbyllej. Durham e vizatoi me dorë dhe përmes librit të saj, kjo kull mori jetë edhe jashtë Shqipërisë, u bë simboli një kulture që pakush e kuptonte, por të gjithë e ndjenin. Kur regjimi komunist mori pushtetin, kanuni u ndalua. Tradita e ngujimit dhe pajtimit u shpall e prapambetur. Shumë kulla u rënuan, u kthye në magazina bujqësore apo në vatra kulture pa histori, por kjo mbijetoi. Banorët e deklaruan si kasolle për ta shpëtuar nga rënimi. Ishte një mashtrim i vogël në letër, por një akt dashurie ndaj historisë. Natën disa njerëz vinin fshehurazi, vetëm për të bërë një fotografi pranë saj. Jo për turizëm, por për të ruajtur një kujtim që s'duhej të zhdukej. Kur shumë kulla në veri u shembën, kjo mbeti si një roje e vetmuar e një bote që po tretet me shpejtësi. Sot kjo kull është një monument kulture, një atraksion turistik dhe një kujtesë gjallë e një kohe kur drejtësia kishte një fytyrë krejt tjetër. Nuk ishte e shkruar në letra, ishte e ngulitur në gjak, në fjalen e dhënë, në nderin që nuk mund të blihej. Mira turist nga mbar bota ecin nëpër rrugët e gurta të thethit dhe ndalen para saj. Shumë prej tyre nuk e kuptojnë plotësisht historinë, por e ndjejnë. Sepse kjo kull ka një energji të vetën, ajo të flet edhe në heshtje. Trashëgimtarët e saj janë në përpjekje që kjo ndërtesë të ruhet si një pasuri botërore që brezat e ardhshëm të mos e mësojnë këtë histori vetëm në libra, por ta ndjejnë me sytë dhe zemrën e tyre. Thuhet se në netët e qeta nëse qëndron pranë mureve të saj, dëgjon një zë të lehtë, si pëshpëritje. Njerëzit e zonës thonë se janë fjalët e pleqve të pajtimit, që ende rrotullohen mes atyre gureve. Disa thonë se është era, të tjerë besojnë se është kujtesa e gjallë e një kohe që nuk do të kthehet më. Kjo nuk është thjesht një ndërtesë, është një rrëfim i një shoqërie që mbante përgjegjësi për veprimet e veta. Një shoqëri ku një fjalë e dhënë vlente më shumë se çdo dokument. Një vend ku burrat nuk fshiheshin pas ligjeve të shkruara, por dilnin ball për ball me fajin e tyre. Kulla e ngujimit nuk është vetëm një relike e së kaluarës, ajo është një pasqyrë e historisë sonë kombëtare. Na kujton se dikur, në male, drejtësia, pajtimi dhe gjaku ishin pjesë një kodi të pashkruar që mbahej gjallë nga njerëzit e jo nga pushteti. Edhe pse koha ka ndryshuar, ajo çfarë përfaqëson kjo kull mbetet thelbësore, nderin, fjalën, përgjegjësinë. Ajo është një kujtesë për brezat që rriten pa e ditur se çfarë peshe mbante dikur një fjalë e vetme. Nëse kjo histori të preku, shkruaj në komente, çfarë mendon për këtë pjesë të jashtëzakonshme të trashëgimisë sonë. Mos haro të pëlqesh videon, të abonohesh në kanalin ton dhe të ndezësh këmbanën për të mos humbur asnjë histori që ndriçon të kaluarën ton. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.